Ditën e sotme babe e bi Lunushi me Luizin e shtëparen e rrugët e Tiranës duke bërë xhiro me makine burime të sigurta dhe informacione konkrete për cilin Luizin, pasi ai që ne ketë moshe po e bën Lunushin një shofere ku ajo fiton instiktet në timon. Gjithashtu ai disponon mjetin më me targa Luna ku identifikimi nga fansa e dashamires bëhet lehtë sado që Luiz i ka bërë xhamat e makines privatesi 80% me leje 5 vjeçare Lunushi duke je lumtur por shumë e përqendruar në timon ne. Prehrin e babit Luizi dhe Lunushi si dy shokët e pandare po benin xhiro ndërsa mami Kiara ka shkuar në një qendër estetike ku po merret me lukun e saj konkretisht me flokët sot ka trajtim ndaj tyre për një flok me të mirë e të dendur ditë e bukur sot. Me diell ellat po e shijojnë në maksimum dhe ne që nuk bëjmë dot pata i urojmë një ditë sa më të bukur e plot relaks për ta. Për të rejat më të fundit nga politika bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.